Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku një recetë tradicionale shqiptare, tavë dheu me mish viçi. Si fillim do të ziejmë mishin e viçit. 500 gram mish viçi. Edhe hedhim 1 litër e gjysmë ujë. I vëmë kapakun dhe e lejmë të ziejë derisa të zbutet. Do të përgatisim një qep, do ta skuqim në zjarr. Do t'i hedh pak piper qepës, që t'i japë shije. Do të marr pak leng nga lengu i mishit, edhe do t'ja hedh qepën. Qepën do ta kullëzojmë bashkë me mishin. Vëmë kapakun dhe lejmë të valojë. Mishi është gati, është zier dhe tani do të përgatisim mielin e misit. Hedhim pak vaj ulliri. Vaj është nxehur dhe hedhim 2 lugë miell misi. Përziejmë mielin që të skuqet, marrën gjysmë. Hedhim 2 lugë gjysmë. Një lugë salcë të kondensuar. Një lugë krip, një lugë paprika, gjysmë lugë piper dhe një lugë menër të tharë ose menegjik. Do t'i shtojmë leng nga lengu i mishit. Hedhim edhe 2 thelba hudhër dhe i përzijmë së bashku. Dhe tani salcën e kemi gati. Salcën do ta hedhim, ta përzijmë me mishin. Kam marrë 1 gjysmë lugë miell, edhe do ta përzijem me pak ujë. Tani e kemi gati, do ta hedhim në tavat e dheut që ta pjekim në furrë. Kemi marrë 2 tava dheut. Edhe i kemi ngrohë në furrë. Do t'i lëjmë pak me gjallë, pak.
Tavat e dheut i kemi gati, tani do t'i vëmë në furrë për 10-15 minuta. Tavat e dheut i kemi hequr nga furra. Të dashur miq, kjo është receta për sot, shihemi në videon tjetër.